Miqtë Prizmus, sot pash një nga ato klipe nga më idiotët, nga më të shëmtuarit, që të regojnë se sa fasade turpshme në shërbim të një folk bolsheviku, komunistit fundit, stalinistit fundit në Evropë, është vënë edhe ajo që konsiderohet pjesë e persekutuar, pjesë e pinjollëve, tashmë ata të shëmtuar të asaj pjesë të persekutuar realisht nga regjimi komunist. Një prej tyre është i famshmi intelektuali i madh, vegetariani i jashtëzakonshëm që luan rolin e kanibalit, socialist ngrënësit, që përfaqëson të gjithë dhjeramanët në shërbim të dhjeramanët, frikacak, në shërbim të një folk bolsheviku, një stalinisti, i cili sigurisht, jo vetëm që i ka tredhur këta tipat, i ka rraur dikur, i ka shpërndar me njëri tjetrin, i ka përdorur si spion, ju njeh letrat, ju ka të gjithë dokumentacionin e spionllëkut, i ka tredhur politikisht dhe disa dhe fizikisht, disa i çoi edhe në botën tjetër. Por dëgjoni çfarë thot intelektuali i dhier, i mbushur brekësh të moralizoti. Dëgjoni. Analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë, mos guxoni t'ju shkone njerëzve në përshpia natën, mos guxoni të fusni duart ditën e zgjedhjeve, sepse liria njerëzve është e shenjtë, PD-ja është themeluar nga njerëz të lirë. Doktori jepi sepse ty të kanë më shumë frikë. Fitore! Dëgjuat, ky i ha të gjallë socialistat, ky far trimi, dhe në fund tamam e përfundon si ke e filmi, ju kujtohet? Ju kujtohet Luan Bujar Kapexhiu. Hajde, një probet. Sekretar, do më japësh rrobat apo jo? Poshtër, hajde ashti, shko për para, shko se të vrava! Tani ta tregon Islami. Ta rregullon se për vete ishte një dhic, një legend, një burr i shëmtuar, dhe sigurisht ashtu mbeti gjithë jetën, që nga trimnia jo vetëm që nuk merr vesh, por as që i bie atij krau fare, edhe kërkon ndihmën, ty të kanë frikë këto. Imagjino sa shumë e kanë frikë Sali Berishën, sa e kanë rrahur 21 herë deri tani, e kanë shem. Dhe sa shumë frikë e kanë socialistat, edhe komunistat nëse doni ju, këta far dhjeramanësh, këta far qurravecës, të cilët sigurisht, jo vetëm që nuk kanë për të fituar, po do shkojnë në gomer, në halet gomerëve, sepse kështu e kanë zakon gjithmonë. Ky Alizoti tash është bërë numri 1 i këtyre qurravecëve që të hanë gjallë, këta far kanibalësh, të cilët jo vetëm që kanë mungesë të jashtëzakonshme kujtese, nuk e din, kanë harruar, po dhe e dyta janë dhe vegetarian, se u ka zhgullur dhamt edhe madhët Sali Berisha. Këta duan një dru të mirë, por sigurisht kësa radha elektoral. Alizotët e dikurshëm nuk kanë lidhe me këtë dhicin, të qurravecin, i cili thot do t'ju ham të gjallë. Ky nuk ha, ose më mirë të themi, ju e kuptoni vetë çka të ha ky. Për pudor, nuk po e them, po ky të ha një mut të madh
asgjë më tepër se sa kaq. Këtë ha të moralizohet i socialistave, komunistave dhe gjithë këtyre që sigurisht kanë përvojë pushteti edhe realisht edhe trimni pushteti. Ky ka qenë dhic, është dhe do t'jetë gjatë gjithë jetës dhic. Prandaj kërkon edhe ndihmën e Sali Berishës. Dakord. Ky është një kokër legjeni, shurran, që sigurisht nuk meriton asnjë fjalë më të bukur se sa kaq. E jo më ky t'i hajt gjallë socialistat dhe komunistat. Ky far debili dhe kujt i thot ignorant, më ignorant e më i goj shthyrur dhe më goj prishur, se sa ky nuk ekziston në asnjë prej atyre. Po ky thjesht kërkon ndihmë nga Sali Berisha. Dakord, miqtë e mi? Kështu është. Edhe kështu do të përfundojnë gjatë gjithë jetës tyre. Gjatë gjithë jetës tyre kështu do të përfundojnë të tillë maskare.